Ali Ahmeti është politikan me shumë përvojë në hapësirën shqiptare, veçanërisht në Maqedoni. Ali Ahmeti është njeriu që ka hyrë në politikë, do thosha me përplasje, me guxim. Është njeriu që edhe ka luftuar, do ta themi këtë gjë. Mirë po, si çdo gjë tjetër në hapësirën politike, edhe përgjithësisht politika të konsumon. Duhet ta pranojmë edhe këtë gjë. Domethënë në ndërmjet shqiptarësh, shqiptarët njëri me tjetrin edhe kur han pilaf zihen, mërziten njëri tjetrin, jo ma të mendosh që dikush do rri në politikë përjetësisht. Dhe kjo është një problem shumë i madh në hapësirën shqiptare. Ka një dallim, duhet ta bëj edhe këtë ndoshta çik më vonë, po sidoqoftë në hapësirën e politikës shqiptare në Maqedoni, unë mendoj që edhe orët e punës politike të Ali Ahmetit janë drejt fundit. Është gjëja ma logjike që në radhat e BDI-s të kishte diçka tjetër, të ketë gjithmonë gjëra të reja, udhëheqës të rinj, sepse unë historisë është kjo, sa herë shqiptarët përçaren humbin. Kjo është definicion. Kjo është e provuar tashmë, nuk e di edhe sa 100 vjet të tjera duhet ta kuptojmë këtë histori. Nuk besoj që kemi të vështirë të nxjerrim mësime, po e kemi të vështirë të i pranojmë mësimet e nxjerra. Dhe kjo është ato, se nuk do ndonjë logjik madhe për të nxjerrë mësime. Mësimet aty janë, historia aty flet, ulur ret madje, nuk është se thjesht flet. Por shpesh nuk na pëlqen domethënë, sepse unë besoj fort këtë teori që ne shqiptarët jemi individualist, absolutisht karakteri individual i shqiptarëve është shumë i fortë, përpasoj është më i fortë edhe se sa çdo lloj bashkimi vullnetar ose jo, sepse duam të na dalë ajo e jona, është një egoizëm i jashtëzakonshëm, është shekullor, kjo nuk e ka Ali Ahmeti, nuk e ka Ylli Fajani vetëm, apo kujtun ve emrin kujt dush, si dush. Kjo është midis nesh, ne kemi këtë gjë. Dhe kjo na kanë diktuar shumë që të mos formsojmë grupime të mëdha për të qeveritur. Për shembull, do të marr vetëm një rast, sepse dua ta ilustroj këtë që sapo thash. Nëse mbledhim aritmetikisht faktorin shqiptar në Ballkan, ne jemi absolutisht popullsi e dyta ndoshta, mos grekëve, në numër popullsie. Pra do thotë ne duhet ishim praktikisht shumë të zhvilluar, shumë gati pse jo superfuqi, nëse do ishim bërë bashkë, nëse në çdo rast do ishim bashkë, nëse sido që dinte situata prapë do ishim bashkë. Fakti që na ndajnë, na përçajnë, ndajmë edhe vetë, përveç se na ndajnë, na ka lënë këtu ku jemi.